Përshëndetje dhe mirë se vini në tjetër video time. Sot jemi nga rubrika Në kuzhinë me verën. Edhe unë kam vendosur që për Pashkë të bëjmë portokallopita. Bërë disa herë si recet dhe del gjithmonë shumë e shijshme. Kështu që fillojmë me ingredientet. Duke qenë se shërbeti na duhet i ftohtë dhe portokallopita e ngrohtë, atëherë fillojmë me shërbetin ta bëjmë që tani. 2 kupa me sheqer, 1 filçan e gjysëm ujë, kështu që 1 filçan e gjysëm, 1 lugë çaj kanell dhe pjesa më e rëndësishme, portokalli. Kështu. Portokallin e presim në gjysëm. Gjysmën e saj e përdorim për dekorim dhe gjysmën tjetër e shtrydhim. Kështu që këtë që do përdorim për dekorim, mundohemi t'i presim pak bukur këto riskat edhe të jenë në mënyrë të barabartë. Unë kam këtë për të bërë lëngun e portokallit, juve nëse keni nga ato të tjerat, përdorni ato të tjerat, mjafton të shtrydhni portokallin. Mundohemi ta përziejmë pak dhe vëm 2 gjysmat e portokallit që të ziejnë. Lëngun e portokallit të shtrydhur, unë do e kulloj të kjo këtu që të mos bien farat, edhe e hedhim brenda. Ndërkohë që shërbeti po vlon, atëherë do fillojmë me përgatitjen e masës totale për portokallopitën. Fillojmë me përgatitjen, kështu që na duhet 1 pako me feta. Disa receta e kanë që fetat për shembull të bëhen në furrë, ndërkohë që unë për vete preferoj pa pjekur fare, kështu siç janë. E bëjmë pa problem. E marrim tepsin tashmë dhe e lëmë një. Okay. Okej, mendoj që kaq është mjaftueshëm, kështu që e vëm tek tasi përfundimtar. Atëherë, kemi hedhur lëngun e 3 portokalleve si dhe lëkurën e portokalleve. Tani na duhen 5 vezë. Unë do ju sugjeroja që vezët i kontrollojmë një nga një përpara se t'i hedhim. Mua asnjëherë s'm ka dalë ndonjë e prishur, por asnjëherë nuk i dihet, kështu që e mira është t'i kontrollojmë vezët para se t'i hedhim. 1. E mira gjithashtu është që vezët të jenë në temperaturë ambienti. 2. Edhe një 5. Të gjitha dolën të sakta. Një filxhan me kos grek. Receta e ka vaj ulliri, 3/4 vaj ulliri, mirë po unë do i hedh vaj normal. Vaj ullirit është pak si shumë i rëndë për ëmbëlsira për mendimin tim. Juve jeni të lirë të përdorni çfarë dëshironi, mirë po unë vaj normal vegetal më duket pak më i pranueshëm. Duhet edhe një gjysmë gote me sheqer. Gjysmë gote sepse i kemi hedhur 2 gota shërbetit, kështu që nuk është e nevojshme më shumë. Edhe ja. E përzijem këtë sa më shumë që kemi mundësi. Nëse keni dëshirë ta bëni me rahas elektrik, bëjeni me rahas elektrik si të doni juve. Dhe një tablespoon baking powder. 1 tablespoon baking powder. E përzijem edhe këtë. Marrim sërish petat. Edhe i hedhim kremin, masën e përgatitur.
Unë po e kontrolloj me tel, juve mund ta kontrolloni me një piru, me dorë, nëse keni dëshirë. Atëhere, mendoj që këtë e kam bërë nice. Mendoj se e kam shpërndar në mënyrë të barabartë. Ajo që bëj është ta fshin çik tani se këto kallet mundohemi t'i vendosim pjesën më të lezetshme, kështu që 1 2 3. Tani është gati për në furrë të para ngrohur, siç e thashëm përpara, diku tek 40 minuta, 45 minuta do ta shikoni. E rëndësishme është që në fillim të paktën 20 deri 25 minutat e para juve nuk duhet ta hapni furrën, edhe dam. Ajo që do bëj është do kulloj shërbetin. Ups, Tani, unë zakonisht i ha këto 2 copat e portokallit. Juve e dini vetë, po këto dalin shumë të mira, pak kanella, pak sheqeri, pak shija portokallit, dalin super të mira dhe unë i ha gjithmonë. Mirë, po juve e dini vetë se çfarë keni dëshirë të bëni. Unë po i shtrydh kështu që të dali sa më shumë lëng, edhe ky u bë. Shërbeti ka një shije fantastike nga kanella, domethënë aroma, se unë nuk e kam provuar akoma, kështu që tani e lëm të ftohet dhe më pas i kemi gati për t'ia hedhur portokalopitës së nxehtë. Tani merremi me larjen e erëve. Portokalopita sapo doli, është goxha e nxehtë, kështu që marrim shërbetin e ftohtë edhe ja hedhim. Shpime kështu me piru, edhe ta lëm të pushoj pastaj. Fantastike dhe shpresoj që dhe juve ta provoni, ta bëni në shtëpinë tuaj, sepse është super duper yummy. Amazing. Është fantastike. Është fantastike, ka dalë super, super e shishme. Ajo kanella jep një shije fantastike, fantastike. Amazing. Shpresoj që dhe juve ta bëni, t'ju ketë pëlqyer, edhe bashkëim në videon e radhës. Bye!